Alpinistët zbulojnë varrin sekret në majtë të malit, habiten pasi shohin se çfarë fshihet brenda. Kur një grup alpinistësh u përplasën me këtë varr gjatë një prej ngjitjeve të tyre malore, ata nuk mund ta besonin fatin e tyre. Hyrja e varrit fillimisht ishte e fshehur pas një guri të madh, ndërtimi të rrethuar. Dhe alpinistët duhet të bënin përpjekje për ta rrokullisur atë gur në mënyrë që të mund të hynin në varr. Por kur hyn, nga zëllimi i tyre u zhndrua në frikë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit dhe siguroni që të abonoheni nëse nuk e keni bërë, dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Vari ishte i errët dhe i lagësht, dhe ajri ishte i rënd me erën e kalbjes. Ema qëndronte në mes, e ndar mes frikës së saj dhe vendosmërisë së grupit për zbuluar misterin pas derës. Me një ndjenjë aventure dhe kurioziteti, Ema më në fund u dorëzua dhe pranoi të vazhdonte eksplorimin. I armatosur me një gur të rënd, Tomi provoi fatin për të zhbllokuar derën misterioze. Tomi përdori të gjithë forcën e tij dhe goditi me gur bllokimin sa më fort që mundi. Ai kishte shpresuar se do të thyej pas goditjes së parë, por nuk ndodhi. Ai nuk u dorëzua dhe vazhdoi të gjuante bravën disa herë të tjera. Tomi mori disa herë frymthell, ndërsa mblodhi guximin për detyrën e tij të radhës. Ai qëndroi para derës dhe goditi atë me një goditje të fortë. Dera u hap ngadalë, duke lëshuar një zhurmë të fortë dhe të tmerrshme ulërim. Nuk duhet të ishte hapur për shumë vite. Treshja mbajti frymën dhe kuptoi se nuk mund të ktheheshin më tani. Teksa